krahasimet e vazhdueshme. Kjo është do thotë edhe efekti më negativ i teknologjisë apo rrjeteve sociale që sot ka, sidomos te trit, për shkak të krahasimeve të vazhdueshme që ata pozicionojnë veten karshi atyre se çfarë shohin në rrjetet sociale. Kështu që kjo po kontribon me pas edhe një vetvlerësim më të ulët për shkak të mosnjohjes së aftësive të tyre, vlerave të tyre, por vazhdimisht është fokusi jashtë me u përqendru se çka kanë arrit tjerët, ku janë të tjerë dhe rrjedhimisht sjell vetvlerësim të ulët dhe pak kënaqësi me atë se ku janë sot. Kjo mund të themi që është një kontribus për shëndetin mendor dhe duhet në masë të madhe me evitu. Spaku që rrjetet sociale, teknologjinë, benefitet që i kemi t'i përdorim me qëllime të caktuara dhe jo ajo të na vërshoj në mënyrë të pakontrollueshme se sot është bo një varësi e madhe që ndoshta si jemi edhe të vetëdijshëm se sa edhe si me përdor teknologjinë e rrjetet sociale. Krejt kjo ndikon në mënyrën se si na mendojmë dhe si ndihemi.